Territori shqiptar për datën 16 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot të kthjellë dhe vranësirat e lehta kalimtare në zonat verilindore dhe juglindore. Nuk priten rreshje shiu dhe kushtet atmosferike do të jenë të qeta gjatë gjithë ditës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në bregde do të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 tetor 2025 pritet të jetë mesatar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 16 tetor do të jetë në orën 6:46, ndërsa perëndimi në orën 18:06. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 23 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 18 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 20 gradë Celsius.